Gjatë periudhës që në vendlindje kthehen mërgjimtarët, Komuna e Gostivarit do të ndalojë me të gjitha projektet infrastrukturore që janë në realizim e sipër apo që presin të fillojnë të realizohen. Kjo me qëllim që mos krijohet tollovi në komunikacion dhe mërgjimtarëve të ju mundësohet qarkullim sa më i lehtë nëpër rrugët e qytetit. Kështu paralajmëron kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili potencon se për momentin janë duke punuar në 2 projekte më kapitale, që janë rruga Beliçica dhe bulevardi Vllezërit Gjinoski. Tani në realizim e sipër janë 2 projektet më të mëdha, është rruga Beliçica, e cila asfaltohet dhe shpresoj që diku për 10 deri 15 ditë të përfundon. Gjithashtu në realizim e sipër është edhe bulevardi Vllezërit Gjinoski, i cili në segment është duke mbaruar. Me shumë gjasa do të fillojmë edhe segmentin e dytë dhe besoj diku deri ka 5 ose 10 korriku do t'i ndalim në atë gjysmë punimet, me të vetmin qëllim që mos ketë pengesa në komunikacion kur do të vinë në mërgjimtarët. Pas asaj besoj diku pas 25 gushtit do të vazhdojnë edhe 2 segmentet tjera. Kryetari Limani ka realizuar disa projekte të infrastrukturës rrugore, edhe të asfaltimin e rrugëve Servet Bajrami, rrugës Nikola Tesla, rruga për në Balindoll, rruga e Zdunjës, asfaltimi i rrugës së Fushës në Forin si një projekt i përbashkët me banorët e fshatit, rrugën Mara Ugrinova që çon drejt stacionit të autobuseve dhe rrugën nga Ura pranë gjykatës deri ku takohet me rrugën Beliçica. Për periudhën në vijim, Limani paralajmëron një fokus të shtuar tek infrastruktura rrugore e fshatrave, pa dalluar asnjërin prej tyre dhe duke rregulluar të gjitha rrugët e vendbanimeve rurale që me kohë janë dëmtuar.